Fama, muzika dhe humbja që ja ndryshoi jetën viti që shkroi historinë e Gjestit. Viti 2025 nuk ishte thjesht një kapitull tjetër në jetën e Gjestit. Ishte viti që e theu, e ngriti dhe e rindërtoi nga e para. Një vit që do të mbetet i gdhendur për jetë në historinë e tij personale dhe artistike. Nga një djalë i thjesht nga Peja, me ëndra të mëdha dhe plagë të vjetra, Gjesti u gjend papritur në qendër të vëmendjes së gjithë publikut shqiptar. Rrugtimi i tij nisi në Big Brother VIP Kosova 3, ku për herë të parë hapi zemrën para kamerave. Ai nuk u fsheh pas maskave, tregoi fëmijërinë e vështirë, mungesat, dhimbje dhe luftën e pandërprer për të mbijetuar mes realitetit dhe ëndrrës për muzikë. Publiku pa një djalë të thyer, por të fortë, një shpirt që kishte mësuar të ngrihej edhe kur jeta e kishte rrëzuar pa mëshirë. Dhe pikërisht kjo e bëri të veçantë. Pas largimit nga Big Brother VIP Kosova, fati i hapi një derë tjetër, më të madhe dhe më sfiduese, Big Brother VIP Albania. Kalimi nga një format në tjetrin ndodhi si një stuhi, nga një artist i njohur në Kosovë, në një fenomen të ndjekur nga miliona shqiptar kudo. Çdo ditë brenda shtëpisë ishte një betejë, çdo javë një provë force. Gjesti nuk luftonte vetëm për lojën, por edhe me veten, me dhimbjet që e shoqëronin në heshtje. Në prill të vitit 2025, pas një rrugtimi të mbushur me sakrifica, lot dhe qëndres, Gjesti u shpall fituesi Big Brother VIP Albania 4, një fitore që nuk ishte thjesht trofe, por simboli një shpirti që refuzoi të thyhej. Fama erdhi me vrull, intervista, skena, drita, mijëra njerëz që e duar trokisnin, por pas çdo buzëqeshje qëndronte historia e një djali që humbi shumë, por nuk humbi veten. Pas humbjes së vëllait, Gjesti u tërhoq për disa muaj nga jeta publike, duke zgjedhur heshtjen përballë dhimbjes. Për një kohë, ai u largua nga skena dhe nga rrjetet sociale, duke u përqendruar vetëm në veten dhe plagën që kishte lënë ajo humbje e rëndë. Së fundmi, ai është rikthyer me një mesazh shprehse. Gjesti ka bërë të ditur se duke filluar nga janari do të rikthehet muzikës, duke paralajmëruar disa projekte të reja që pritet të shënojnë një kapitull të ri në karrierën e tij. Ky rikthim ka gëzuar pafund fansat, të cilët e kanë pritur me padurim zërin dhe energjinë e tij në skenë. Viti 2025 nuk ishte vetëm viti i suksesit për Gjesti, ishte viti që e bëri atë legjend në zemrat e njerëzve. Nëse kjo histori ju preku, mos harroni të na mbështesni. Abonohuni në faqen tonë për të mos humbur asnjë lajm. Lini një pëlqim nëse ju pëlqeu dhe shpërndajeni që ky mesazh të arrijë tek sa më shumë njerëz. Mbështetja juaj na jep forcë të vazhdojmë të sjellim për ju lajmet më të sakta dhe më të ndjera.